Fati i keq i Sali Berishës është që u ndodh në opozit kur filloi të funksiononte pak a shumë reforma në drejtësime, pak fjalë. Dhe rrjedhimisht edhe ai i ndjeu tek vetja, le të themi, pasojat e saj. Po sikur të kishte qenë Edi Rama në opozit, praktikisht mendoj në njëjtën pozitë do ishte si Sali Berisha, dhe duke përpjekur tani që ta delegitimoj nga njëra anë atë që kërkesën e llogarisë, le të themi, që ose akuzat që i kanë ngritur Spaku vet Berishës, po nga ana tjetër nuk di si të justifikoj gjithë goditjet që po i bën bashkëpunëtorëve më të ngushtë Edi Ramës, është në këtë dilemën ose në këtë kundërthënien, le të themi, logjike mes të etiketuarit të Skapit nga njëra anë dhe të marrjes në hetim të Belinda Ballukut. Dhe është situatë tejet qesharake për të cilën unë mendoj se së shpejti të dy këta personazhe të politikës shqiptare do përpiqen të vinë në një ujdisi, me thënë. Do të përpiqen ta fshehin sikur po e bëjnë në të mirë të kombit, në të mirë të demokracisë, nuk e di se çfarë, por që do duan secili prej tyre pra të shpëtojë nga rreziku që kanoset.